Çun Lajçi për Gjestin dhe Eglin. Ç'keni ju? Ata duan ta jetojnë jetën ashtu si e ndjejnë. Aktori i njohur shqiptar Çun Lajçi ka komentuar Gjestin dhe Eglitakon me anë të një postimi të ndarë në rrjetet sociale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, aktori thekson se nuk mund të jetojnë pa njëri tjetrin. Mos i gjykoni finalistët, janë të rinj. Një jetë e kanë dhe atë e duan sipas zemrave të tyre. Duan ta thithin me sy, ta pinë me buzë, ta përpinë me fytyn e tyre. Ç'keni ju? Ata duan ta jetojnë jetën ashtu si e ndjejnë dhe s'keni pse t'i gjykoni. Ua falni gabimet o njerëz, ata mësojnë nga gabimet dhe rriten mbi vuajtjet e zemrave të tyre të djegura nga malli dhe dashuria, mbase nesër do ta bëjnë dasmën, edhe pse sot janë ende në kërkim të fajeve, të gabimeve, të fijeve të këputura. Po mundohen t'i lidhin fijet, ta mbështjellin lëmshin e ëndrave, janë në kërkim të rrugës së humbur në oborin labirint të asaj shtëpie të quajtur Big Brother VIP. Aman o njerëz, mos i gjykoni. Ata sikur s'mund të jetojnë pa njëri tjetrin, sikur s'mund të rinë pa u fjalosur, pa u ngacmuar, pa i buzëqeshur njëri tjetrit. Ata bëhen sikur e urejnë njëri tjetrin, por në thelb nuk mund të jetojnë pa njëri tjetrin. Duhen dhe nuk shahen, edhe kur përndjeken si macjan dhe miu, e futin birave të lavanteris, sa të bukur janë dhe sa shumë e duan vetveten. Lërini të jetojnë me kohën e tyre, se ndoshta ne nuk i kuptojmë. Ata janë finalist, kuptoni, shkruan aktori.